Prodhuesi i njohur amerikan i industrisë ushtarake AM General ka finalizuar kontratën tregtare 3 vjeçare me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës për furnizimin me sistemet mobile artillerie HUMV 2CT 105 mm së bashku me mjete mbështetëse, pjesë rezervë dhe trajnime për mirëmbajtjen e tyre, siç njofton vetë kompania. E lidhur me këtë ka shkruar edhe Ministri i Mbrojtjes në detyrë Jub Maqedonci, i cili thekson se me këtë blerje ushtria e Kosovës po kalon në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për qitje në distanca të largëta. Dje nënshkruam një kontratë korniz me prodhuesin e njohur amerikan të industrisë ushtarake, AM General. Kontrata përfshin blerjen e sistemeve moderne të artillerisë mobile HUMV. Në kontratë gjithashtu përfshihen automjete moderne të mbështetjes, pjesë rezervë, mirëmbajtja si dhe trajnimi për operim dhe mirëmbajtje. Me këtë blerje ushtria jon po kalon në një fazë tjetër zhvillimi, atë të rritjes së fuqisë së zjarrit direkt për qitje në distanca të largëta. Kjo blerje shënon një hap të rëndësishëm në formimin e kapaciteteve tona mbrojtëse dhe në ndërtimin e një ushtrie moderne të aftë të gatshme dhe të ndërveprueshme me aleatët tanë strategjik, duke garantuar siguri më të madhe për vendin dhe stabilitet afatgjatë në rajon, shkruan Maqedonci. Ndryshe sipas marrëveshjes, FSK-ja do të pajiset me sistemet mobile të artillerisë të montuara mbi platforma të fuqishme HUMV, të pajisura me teknologji të patentuar të zbutjes së ktesës, që absorbon deri në 60% të forcës së ktesës. Kjo i mundson sistemit të vendoset të qellojë dhe të rilëvizë në më pak se 90 sekonda, duke rritur mbijetesën dhe fleksibilitetin krahasuar me artillerinë e tërhequr tradicionalisht. Për antarësimin e merituar të Kosovës edhe në Këshill të Evropës edhe në Bashkim Evropian. Kosova e meriton të antarësohet në këto dy organizma të rëndësishëm të kontinentit tonë, ashtu që e meriton të antarësohet edhe në NATO për shkak të investimit të madh që po bëjmë për mbrojtje e për siguri. Dhe me këtë rast më lejoni të përmend vetëm disa fakte elementare. Dashur bashkëdhetar, prej vitit 2018 deri në vitin 2020, për forcën e sigurisë të Kosovës, as 4 milion euro nuk i kanë dhënë qeveria e atëhershme për armatim e për municion. As 4 milion euro. Në mandatin ton, mbi 430 milion euro. Sepse të dashur bashkëdhetar, në atë qeverin para neve, në atë ish qeverin, ma shumë ka pas armatim e municion policia e Kosovës se sa ushtria e Kosovës. Bili a dini çfarë? Në atë kohë, ma shumë ka pas armatim e municion në për oda se në kazermat ushtrisë. E me qeverin ton, përveç se kemi drona Bayraktar TB2, drona Skydagger, drona Puma nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, përveç se do të bëjmë edhe helikopter Black Hawk, e do të vijë sistemi antitank Javelin. Gjithashtu do të kemi edhe fabrikë të municionit dhe fabrikë për prodhimin e dronave made in Kosova. Ne si kom jemi shumë të fortë, por ne duhet të bëjmë edhe shtetet fuqishme, edhe Shqipëria, edhe Kosova. Shqiptarët duhet të fakturizohen. Vetëm nga Serbia i kemi përjetuar 4 gjenocide për 1 shekull e gjysmë. Për 1 shekull e gjysmë 4 gjenocide. 1875-1880,
1912, 1913, 1924, 25 e 26, dhe ky mbrami 1998-1999. Po pavarësisht këtyre gjenocideve që i kemi përjetuar, ne nuk jemi popull hakmarrës. Qeveria e Republikës suaj nuk është revanshiste. Krejt çfarë duam ne është së pari drejtësia dhe së dyti fuqia e shtetit tonë që të mos lejojmë që kur më të na përsëriten ato masakra, pastrime etnike, e vrasje mizore të cilat janë kryer ndaj popullit tonë, ndaj fëmijëve të Kosovës, ndaj grave, burrave, pleqve e plakave. Pra, si kom të fort, neve na ka mbajtur oda, neve na ka mbajtur qiftelia, neve na ka mbajtur pushka, neve na ka mbajtur kënga e vallet. Mirë po, nga kombi fort, nga ndjenjë e fort kombëtare, duhet të kalojmë të vetdije e lartë kombëtare e shtetërore të një ushtri që na mbron e i del zotat dheut. Prandaj, e kemi të domosdoshme. E kemi të domosdoshme. Edhe Kosova, edhe Shqipëria. Të kenë ushtri moderne, me standardet të NATO-s. Është viti i tretë që Republika e Kosovës e kalon 2% e brutoproduktit vendor si investim për ushtrin për mbrojtjen tonë. Buxhetin për mbrojtje e kemi trefishuar, numrin e ushtarëve e kemi dyfishuar, trajnimet jashtë vendit për oficerët, nënoficerët e ushtarët tonë e kemi katërfishuar, ndërkaq buxhetin dhe shpenzimet për pajisje, armatime dhe municione ushtarake e kemi qindfishuar. E dini ju mirë, por si unë, sa shumë dëshmor i kemi në kufirin midis Kosovës dhe Shqipërisë, duke bartur armatim. Se ndaj neve nuk është zhvilluar vetëm lufta, që sot shkruhet e thuhet nga librat e historisë dhe dokumentarët që prodhohen. Por ndaj neve është zhvilluar dhe një luftë tjetër. Lufta që ne të mos mund zhvillojmë luftë mbrojtëse. Lufta që ne të mos mund kemi ushtri. Lufta që shqiptarët mos kenë armë që ta mbrojnë veten e tyre. Prej aksionit të armëve në kohën e Rankovicit e deri tek dëshmorët tonë në kufirin midis Kosovës edhe Shqipërisë, janë dëshmi se sa e shtrejt ka qenë arma e vetëmbrojtjes për jetën e shqiptarëve. Prandaj, nga shekulli 20, kur nuk na lejonin të kishim armë, e na quenin të dhunshëm, te ushtria shqirimtare e Kosovës, e cila gjithmonë nga dita e parë deri në ditën e fundit pati shumë më tepër ushtarë se armatim, po kalojmë në një kapitull të ri, kur e kemi heq tavanin prej 5.000 ushtarëve sa mund t'i ketë ushtria jonë, e kemi ngritur moshën e rekrutimit prej 23 vjeç në 25 vjeç, e kemi sjellur edukimin mbi sigurinë në shkollat tona dhe e kemi përvetësuar konceptin e Finlandës e të vendeve baltike për mbrojtjen totale gjithëpërfshirëse në mënyrë që secili qytetar i Republikës ta di se ku e ka vendin dhe cili është funksioni i tij në rast të konfliktit armatosur apo të fatkeqësisë natyrore.